Gjithë kombi shqiptar kremton festën e 28 nëntorit, por disa edhe kanë lindur në këtë datë që festojnë edhe ditëlindjen e tyre, por edhe festën ndër më të rëndësishme për kombin tonë. E një ndër to është edhe Marigona Përvetica, e cila sot kremton ditëlindjen, por edhe festën e gjithë shqiptarëve. Ne kemi një dhuratë për të, por rrëfimin dhe dhuratën se çfarë ka brenda e kuptojmë bashkë kur të takojmë Marigona. Si që patë, Marigona është në vendin ku e nisë gjithmonë ditën. Ditën e saj e ka nisur edhe sot si çdo ditë tjetër në vendin ku e pi kafen e mëngjesit. Urime festa e 28 nëntorit dhe ditëlindja jote. Ne kemi një dhuratë vogël për ty. Mund ta shpalosësh? Ta ndihmojmë. Ta shpalosim? Pra po e vendosim mbi tavolin për të ulur dhe për të kuptuar rrëfimin dhe sa e gëzon Marigonën fakti që mban emrin e Marigonës, gruas që ka qëndisur flamurin. Ne do të rahatohemi dhe do të kuptojmë rrëfimin e Marigonës, dëshirat dhe qëllimet e saj. Marigona, sa të gëzon fakti që ke lindur në këtë datë të rëndësishme për gjithë shqiptarët, por edhe që mban një ndër emrat më të respektuar të asaj që qëndisi flamurin kuqezi pra Marigonës. Po vetë fakti emri Marigonës të emër i shajt për këtë shqiptarët, se u ka një ndër goca që ka qëndis flamurin, është këgja një pjesë shumë e rëndë për mu, për shkak se ka një emër shumë të madh edhe ka një pjesë shumë të rëndë që të më thonë pa ditë është shpallë dhe pavarësia e Shqipërisë, edhe ky flamur do më thonë na përfaqëson këtë nivel shqiptarëve, edhe kur e din që goca që ka bën një punë kaq të madhe, normal që edhe pesha e emrit ka një rol shumë të madh. Marigona, veç se ke një emër të vlerësuar unik, ke lindur edhe një datë që mbase shumë prej nesh do të donin të lindnim në këtë datë, por edhe je unike, je veçantë edhe vetë. Faleminderit. Është ndër edhe kënaqësi me pas që të më thonë një me veçantë, edhe emrin e veçantë, edhe emrin do më thonë që shumë kush ka qef me pas emri Marigonë. Ndoshta edhe nuk kanë lind do më thonë në 28 nëntor, por prapë gëzojnë emri Marigonë se është emri veçantë. Lindet me emrin tuaj, kështu do të thoshte populli. Ke provuar të qëndisësh ndonjëherë flamurin? E kom menu këto, Megjithatë, nuk është që e kom provu shumë. Megjithatë e ke vizatuar, e ke ngjyrosur flamurin kuqezi, jo rrallëherë në shkollë edhe në shtëpi. Do më thonë, vizatimi sipas dëshirës që na ka njap gjithë në shkollë, o kam flamurin kuqezi. Ndërsa Marigona, sa e do Kosovën dhe Shqipërinë dhe gjithë shqiptarinë? Marigona e do shumë, është do më thonë sidomos verës, do më thonë pushimet verore, kom qef mi kalu në Shqipëri, mi po vendet e bukura që i ka Shqipëria, po dhe Kosova ka shumë vendet bukura, mi po muzet, mi po do më thonë kullat, është çdo sen që e ka Shqipëria dhe Kosova, do më thonë që ty të frymëson edhe je krenare vendin ku ke lind. Çka tjetër të bën krenare, përveç se ke emrin dhe ke lindur në këtë datë, çka tjetër të bën krenare që i takon këtij populli? I na kom gols, edhe do më thonë çdo sen që ne e synojmë e bojmë. Si kremtohet festa 28 nëntori në familjen tënde? Familjen time zakonisht mëngjes është 28 nëntori i dytë. Filmi pra, do më thënë kështu nisni ditën? Filmin e kin në radhë parë me një kafe, edhe do më thënë do të më kthyer prej filmit. I vjen që tashmë ti e ke parë edhe sot filmin nëntori i dytë bashkë me gjithë familjarët e tu, sa po jeni zgjuar? Po, gjithçysh ato e kem primare. Tani fillojmë me histori, babi tregon histori, mami tregon histori, fillojmë ato dokumentaret në për televizionin, për emisionet ndryshme që shfaqen për 28 nëntorin, edhe pastaj fillojmë pak me ngreni dalli për mu që kam ditëlindjen, për
arritjet e mia, sukseset e mia. Ju preokupim keni temat që kanë të bëjnë për vendin, historinë, sukseset e shqiptarëve, por edhe t'juaja si familje, dhe më pas kremtoni ditëlindjen tuaj. Po gjithsesi përmendëm edhe luftën e fundit që ka qenë në Kosovë, cilën unë i kom pas vetëm 5 vjeç, dhe i kujtojmë ca momente që gjën pak të vështira, sigurisht. Vështira dhe të dhimbshme për neve si popull, po edhe gëzojmë faktin që më në fund jemi të pavarur. Ke ndonjë kujtim, edhe pse ke qenë e vogël në luftën e ushtrisë kombëtare të Kosovës? Ka momente, kam qenë qaftë babit, edhe një burr ka qenë përpara neve, domethënë granata i ka ratin në kokë. Edhe është një farë trishtimi, është e ke pa një njëri të plagosur, domethënë mami ka ullë copat e bukës, me sa mundësi këna pas, i këna të ofrojnë ndihmën e parë. Bjen men shpesh e thëmë, o zot bashkë kisha pas qava dhe me taku me ditë është nuk dini gjë më për, s'keni marrë ndonjë informacion që ka ndodhur? Jo, nuk kena marrë informacione se nuk e pas asku për shkak se ti u dasht më shpëtu pe armikët, edhe u dasht me ikë gjithqysh. Këto përjetime kanë qenë aq të vështira, aq të dhimbshme, sa herë pas here të kthehen në kujdes? Po, kthehen kujtohen ato momente kur unë jam e lirë, edhe... Ose mbas edhe në data të rëndësishme? Në data të rëndësishme, ajo po si po unë i kujtoj edhe pa data. Sipas e kemi arritur mjaftueshëm, apo doje të ishte më mirë Kosova? Po njëri kërkon gjithçka pi vetës, domethënë nuk është e mjaftueshme, më thonë po kena arrit me një farë faze, po jo ashtu shumë që me qenë edhe na sikur vendet evropiane. Marigona, ke takuar apo njeh edhe dikë tjetër që ka emrin Marigona? Po, konata jam, gruaja vllajt, ka emrin Marigona. Pra jeni dy Marigona në një familje? Po, ajo nga Komanova, domethënë baba i vet u kon i Pasi nuk jeni të lindura në të njëjtën dorë. Jo, ajo është në gosht. Baba i vet e ka dashur shumë Kosovën dhe ka qenë advetor shumë për Kosovën, edhe kjo ka qenë vajza e parë, edhe kalon emrin domethënë Marigona, që kur i thras ato Marigona më duket sikur më thirr vetën. Nuk e di pse. Diçka është tamam emër shqiptar edhe e din krejt kuptimin e tij. Pra thoni që 28 nëntorin, flamurin dhe gjitha festat kombëtare i nderoni, i vlerësoni e i respektoni shumë në familjen tuaj. Po, gjithçysh. Bili, domethënë është edhe prekazën që kem, ka lindat e mjashore, shkojnë a vizitojnë, a bojnë a omazhe, shkojnë edhe Batlov, domethënë që është kompleksi i Zair Pajazitit, edhe ato bojnë a omazhe, është një emocion që s'di me përshkru. Domethënë të letë jenë vetëm ata që të tregojnë ty çfarë emocioni ki. E përjeton thellë? Shumë, ekstrem, nuk e di pse, po e përjetoj qatë shumë sa që më duket çdo sen që e kam bërë në shpirt. Marigona, shumë besoj që dhoma jote dhe shtëpia jote ka shumë simbole kombëtare. Po, sidomos pikturat. Po, kemi simbole. Kemi çiftelia, gjithçka. Domethënë jeni rritur në këtë frymën e atë dashurisë. Babin e kam pi Popovës, unë jam kom lind domethënë në Podojev, edhe në Popov domethënë ngrit flamuri. Edhe tash babi prej u inspiru edhe që kanë tregu, babi na ka shtin kry që ngrit flamuri edhe në Popov. Na jena shqiptar, donë me dasht venin, donë me punu për venin. Mas pari mu dasht, mu nderu me qasë sa kena mundësi. Shumë kam dëshirë të di se cilat janë dëshirat e Marigonës. Dëshira jam, po thëmë jo e flak, se tash nuk është Basi nuk e keni dëshirë, ke shumë dëshira. Cila është dëshira jote personale dhe cila është dëshira jote për Kosovën, për kombin, për gjithë shqiptarët? Dëshirë që për më duket nuk e di sakta, ka mu plëcu ajo, normal që mu po bashkë. Mu bo një shqipni etnike, mu bo... Po edhe ashtu jemi bashkë. Kufit fizik nuk do të thot që na ndajnë shpirtërisht, kështu që ne të bashkuar jemi, por cila është dëshira jote
Çfarë dëshiron Marigona të arrijë në jetën e saj? Çdo person, do më thonë po foli për tjerët mas pare, që çdo Unë dua të di çfarë për ty. Më pas do të flasim edhe për të tjerët. Unë du si për vete dhe për tjerë që çdo sen që e bojna me bë krenare veten, me bë krenare shqiptarët, me bë krenare gjithë, do më thonë troje tona që kena shkel. Janë gjithmonë në listën tënde të përzgjedhjes libra që kanë të bëjnë me historinë e kombit? Janë primare kam këto. Më pëlqen mi ditë rojtë tona, se që shkanë të rnjë. Flamurin e Kushbe Shqiponjën e zezë në mes e kemi gjithmonë në zemër. E nderojmë dhe kremtojmë për te. Mbase kështu ndodhë dhe në familjen tënde, në shoqërinë tënde? Po, gjithmonë Flamuri ka qenë si në për festa, si jotë që s'ka pas festa, ka qenë Flamuri në salonin tem, ka qenë në dhomën tem që sare kom po, do më thonë nuk kom kalon me ull kokë e poshtë. Sigurisht që edhe ky flamur që tashmë kemi duart mbi të, do të zë vend në shtëpinë tënde edhe do ta kujtosh e nderosh gjithmonë si çdo simbol tjetër kombëtar. Ashtu jemi dhe ashtu do të bëjmë gjithë jetën, përsa të kemi këtë flamur. Faleminderit Marigon, gëzuar ty dhe gëzuar gjithë shqiptarëve festa 28 nëntorit, dita e flamurit. Gëzuar 28 nëntorit, po që shëndet dhe lumturi.